përgjatë këtyne 5 viteve ne nuk kemi pa një reagim të presidentes kur është cenu kushtetuta. Kemi vendime të kushtetutës të cilat tregojnë që shkel kushtetuta nga kuvendi ose nga qeveria. Dhe ne nuk kemi pa një reagim të presidentes. Ku e shohë problemin është që në momentin që cenohet pozita e presidentes dhe mos rizgjedhja e saj, presidentja bën veprime të ngutshme. Nuk mund është mrena natës me ndru kushtetutën, është absurde me kërku mrena natës me ndru, nuk është ide për të mos u diskutuar ideja e zgjedhjes së presidentit nga vota e popullit, po ti nuk mund është me një nguti kaq të madhe mbrana ditës me çu ndryshimin e kushtetutës në kuvend kur po atë ditë s'ka dhënë afati për me u zgjedh presidenti i vendit. Ajo do në procedurë të në analizim dhe pse jo mos me ndryshu kushtetuta, me u zgjedh presidenti nga populli, po jo në këtë formë dhe jo me këtë nguti, sepse kuvendi më pas që në gjykat për interpretim edhe më pas bëhen ndryshimet kushtetuse që vynë 2/3 e shumicës serbe dhe që është problematike. Dhe më thënë ka ndodhur disa veprime të ngutshme nga cenimi i pozitës presidentës edhe në fund jena në situatën ku jena ku vetëm vonesa do të ketë dhe prap do të shkojmë drejt zgjedhjeve.